Kështu hyra, kështu bëra si thua i njohur. Unë isha pedagog. Pse në fakt ndodhen trazirat në Shqipëri në vitin 97, se shumë njerëz thonë që domethënë kur u thyn deponite kështu, u thyn për me ndihmu Kosovës me armatema, është e vërtetë kjo? Si? Kur u thyn deponite armëve kështu, u thyn për me ndihmu Kosovës. Absolutisht jo. Kosova mori shumë pak për tyre dhe i bleu. Kosova nuk i mori ato armë. Ato armë u shpërndar në popull, një pjesë u ble dhe u fut në Kosovë për luftën. Po jo se u bë për këtë qëllim. Po si e gjete, domethënë kur u vendose pas Bashkim Gazetetës në krye të Shishit, si e gjete Shishin? Ashtu si ishte. A kishte në emër të mirë Shishin në ato? Kur kryeministri i Shqipërisë asaj kohe, Fatostan Omëthiri, dhe sa kam menduar që të drejtosh Shikun, a e bën tha? E bëj, thashë, s'ka ndonjë problem, vërtet. Unë se dija që ishte Shiku, me thënë drejtën. Por dhe Fatosi më tha të njëjtën gjë, unë se di që Shiku, tha. Shko shikoj dhe ti e di. Dhe i thash qa do prej meje. Dhe më dha këtë përgjigje. Unë nuk e di tamam qa Shiku dhe qa detyr është si ka, se kam pa ligjin e ti. Por politikisht unë kërkoj që të përpiqesh të ndrosh emrin. Kishte një emër shumë të keq në popull, me qenë se kishte qenë pjesë e reprezaljeve që qeveria bëri në popull. Jo në të gjithë periudhën, po sidomos periudhën e fundit. Kur filluan protestat për firmat piramidale, u rrafën njerën, u vran njerëz. Dhe emri i Shikut ishte vërtet shumë i keq. Pse? Edhe me ligj kishte kompetenca ekzekutive. Shiku mund të arrestonte, mund të mbante para burgimit, të thash. Kështu që gjë e parë që bëm ne ndrom ligjin. Shiku ngeli vetëm institucion informativ. Kishte drejt me arrestu kërkën. Absolutisht. Se deri në atë kohë ka pas drejt me arrestu? Po. A është e vërtetë se kom pas intervista shumë edhe me doktor Berishën, e kom pyeta, më ka thonë që veç Zair Bayaziti është arrestu. Nuk është arrestuar Adem Jashari, komandanti legjendar. Si është e vërtetë në fakt? Se di, është janë arrestuar, dhe Hashimi është arrestuar. Kështu që nuk e di sa. Kështu kam dëgjuar zonë. Se ato nuk kanë lënë dokumenta për këtë punë. S'kishte në arshiv dokumenta. Pastaj e rëndë është që ata u futën në Kosovë, punica, dhe u arrestuan atje. Po për se shumë herët kam vetë për patriotin e madh Remzi Hoxha. Ke gjetë diçka në dokument? Jo, s'la njëri dokumenta. Kur erdha unë në Shik, me erdhi familjarët e Remziut, dhe më thanë kështu. Pastaj filluam, caktova njerëz që u morën me këtë, në bashkëpunim të fortë me prokurorin. Nuk e bën vetëm, se prokuroria është organi zyrtar që duhet merresh me atë punë. Jo Shiku. Shiku punon për kryeministrin dhe presidentin, por natyrisht bashkëpunon edhe me policinë edhe me, nuk e ka detyrë kryesore. Kështu që ne e morëm më shumë përsipër me qenë se ai ishte arrestuar nga Shiku dhe ishte vrarë nga Shiku. Vrarë nga Shiku? Po. Shiku. Se shumë herë doktor Berisha po besoj ke bojë intervistat t'akuzon ty. Po jale më se pas u merrni me Berisha, nuk është njeriu që besohet. Absolutisht. Them eksperiencë personale, nuk po flas si shefi Shikut tani. Ish shefi Shikut. Po flas si një qytetar që e kam ndjekur Berisha. Berisha nuk besohet për asgjë. E po thu që Remzi Hoxhën e kanë vrarë Shishi asaj kohe? Po më kanë vranë lesh, të kaq e dim se ne arritëm deri te rohet që kishin qenë prezent, po të gjithë njerëzit kur iku Gazetedja dhe Berisha hoqi dorë dhe u bën zgjedhje dhe dihesh që do humte, nuk do ishte më në pushtet, të gjithë njerëzit që ishin implikuar me vrasjen e Remziut kishin shku jashtë. Kishin shku me pasaportat diplomatik të firmosme nga presidenti i vendit. Ishin në Angli ato. Po dikush kush e sheket intervistat, po edhe në 21 shtator 1998 është vrarë ministri i mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Në kohën kur keni qenë edhe ju në krye të Shish. Është vërtet. U përpoq prokuroria, u përpoqëm dhe neve që ta gjenim, ai bile banonte në shtëpinë e një. Jo, është vrarë në atë kohë, po tham prej, po është vrarë